Edhe kryeministri Kurti po bën maksimumin që të gjejnë një zgjidhje përfundimtare për zgjidhjen e problemit, pra zgjidhjen e këtij ngërçi politik, në mënyrë që të kemi një emër për president. Kur thoni maksimumin, çka nuk mundem ju tregu për detajet, sepse nuk kam qenë angazhume dhe nuk jemi kyçur në diskutimet që ndodhin ndërpartijake për me ju informu në detaje. Tjetra ajo që angazhimi im mund të bie në ujë nëse shkojmë në zgjedhje, unë mendoj që edhe nëse shkojmë në zgjedhje, lëvizja Vendosi do të kthehet njëjtë fuqishëm siç është kthy para pak muajve, dhe në këtë formë do të vazhdojmë prapë me projektet e mira. Mund të mos jeni ministre. Mirë, po problemi është që ato thash për nesër, pas kam ajo do të ngadalësohet pak ritmi ynë, që nuk do të arrijmë të kryjmë disa punë të mira që kemi filluar tani të kryjmë, që është në keq, jo vetëm për neve, po për krejt popullin e Kosovës dhe përveç shtetin, prandaj për neve shumë e rëndësi që të mos kemi zgjedhje të reja, por të vazhdojmë të qeverisim. Prof, për këtë temë Po, unë në përgjithësi, domethënë, fillim e kum pas përshëndet këtë komunikimin mes lëvizjes dhe vendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Po, ka një farë konsekuencë logjike se nuk do zgjidhet presidenti. E para, mos marrëveshja